Lahuta në UNESCO, koncerti festiv I cili u realizua pak kohë më parë në Brigjet e Hotit e që mlodhi bashkë lahutarët nga trojet shqiptare. Vjen në emisionin Pushosh Shqiptarçe të mërkurën datë 28 janar 2026. Thirrje është bërë për lahutarët nga të gjitha trojet shqiptare të bashkëfestojnë në lidhje me këtë arritje shumë të madhe që bani Ministria e Kulturës dhe Shtetit Shqiptar në kuadër të një rivlerësimi, sepse pat në disa luhatje për sa I përket, cilës komësi I përket edhe si instrument. Në nderim të figurës së Atë Gjergj Fishtës, I cili në këtë vend shkroi Lahutën e Malësisë. Ky aktivitet I organizuar nga shoqata Xhubleta e Alpeve Shqiptare, I paraprehu organizimeve që pritet të pasojnë lajmin e mirë se Lahuta shqiptare tashmë është në UNESCO. Ka pas me kohë theti lahutar, ne jemi një familje 200 vjeçare që kemi përvetësuar Lahutën. U plaka me ta, cysh I ri, cysh I vogël, e kam ruajt mas brezit aty, ka shkuar Lahuta në shtëpi tonë. Ndiqni reportazhin e përgatitur në Brigjet e Hotit dedikuar koncertit festiv Lahuta në UNESCO të mërkurën datë 28 janar 2026, ora 21, në emisionin Pushosh Shqiptarçe të TV1 Channel.